Pafti burri si. Mirë se kjo në misionin tonë. Që shkoj është mas mirë. Po, Që faleminderit. shkoj shku çdo punë tjetër, po besoj. Kismet. Shkallove rrugës, ke mirë. Po mirë. Po në. Me shok të mirë, me njerëz të mirë. Ecë mirë, sa qare. A ke tu tregtu prej telefonit? Pyetja e vitit. A tregton veç prej kompjuterit? Varet se ku je. Po. Nëse je në shtëpi, kompjuteri është primar. Po nëse jena në rrugë, tana kena telefona. Normalisht. Po shumicën e kohës edhe me telefon. Është esenca me bo analizën, a kupton çdo sem prej kompjuterit, mas ne ajo dihet. Tja dhe entrin e bën prej telefonit, si secili, është. Ne jemi të kap pak më shumë me analiza. Po. So, kur na shkon analiza ta në telefonin s'kena pse me qyr. Se vetëm se çka ndodh. Po kryet ba veti. Tek profet, ha? Ja, s'm do të tregtoj. Ja kallzana. Jo, po kishte lexu pyetje çka këndej bëu tjetër. Për çfarë? Okej. Po më më shumë do bëu pyetje kështu për mua se sa ashtu vesh pak. Hajde që kjo Florentina Lola thaçi. Hajde paraj. E para. Pyetje për bëhet. Tregtimi shpejt, skalp apo mbrana 1 minutë 2. Tregtimi pritje gjatë mbi 30 men. Kërkoj falje, ndoshta pyetjet janë të mira po vëllai. Skalp nuk është 1 minutë 2 apo. Kjo është shumë e thjeshtë. Po skalpi domethënë është tregtime ditore, brenda ditës që kryen, jo 1 minutë 2, gjys minuti, 30 sekonda, një pepe, kapa e mshela, 35 minuta abde. Këtu janë, jo, ka vend. Të mëvonë që kjo është, që e thash, tregtimi 30 minuta s'falire, ajo s'kalpi sëri. A vëtan, edhe një ditë 2 me bo hold, ajo s'kalpi. I vetëmi të mëvonë swingi është që kur bon hold, ose e ki hapën i pozitë mbi një muj, ajo është swing. Të mëvonë, po bon swing. Shumë e thjeshtë. Se për saktoni vendosje stop lossit sa mendon se do shkon kantella, unë nuk tregtoj me kantella. Shumë e thjeshtë, tregtoj me zona, me fibo, me pasqyra, çto janë elementet e thjeshta me vika vdekjes. Sa pips e ki humbe 10 pipa. Me fibo normal është më i madh, normal shkon 1 me 3. Pyetja e cila sekreti këtu pas sa demo akona do të filloj të ndal profit. Si të fillosh me demo kur nis më kon profit. Unë gjithmonë jam kon me demo. Edhe halo jam me demo. Edhe jam një bajere, no? Edhe në grupin e Discordit jam kafe demo. Vetë sa të shkoj. Nëse thot Black Banks nuk ka mundësi me demo, unë këtam që ka mundësi me demo. Vetë sa shkoj emrin Bafti Romuni. Qevaci. Tili Bozi. Blanko Ureti është mirë, në radhë të parë pyetje për podcastin. Kush ka qenë vështirësia më e madhe e nxënësve të tu për të arritur të mësoni strategjinë tënde? Vllaçko. PA TNJ shem kon domethënë zanca, domethënë sidomos jam një gjithmonë ka pasur vështirësi në fillimin. Javën e parë, sidomos me suportin me rezistencë, suportin e rezistencën e quajnë për tregtim për forex, e quaj alfabet. Domethënë alfabeti kryesor i fillestarit, domethënë për me pas se çysh me bëni analizë është suporti rezistenca ose çysh me ditë ka kohën e tregut, ma shkurt e ma shqip. Çi kjo është? Faleminderit me rrjep. Po muj me kallzuan edhe vështirësitë tona si nxënës. Po baftia mas. Kena fillu pak si me hajgare, thashmi se i marrshmi sana pak më thjeshta, jo shumë serioze se sa është vet forex i serioz, se mendojshmi që mundemi mja dal nashta me pak përkushtim. Vështirësia e parë që ka qenë është të mendu që po arrim në forex me 1 ose 2 orë në ditë të marr, po tana e patëm që unë personalisht e posh që s'është ai muhabet nëse je 1 orë ose 2 orë në forex, po nashta me 15 orë, 18 orë, 20 orë me net pa fjet, me arrit që ata çka mendojshme më bë 10% që mentorit ose i profesorit, mendojshme më bë 10% që i tij, tana fillutu me ditë net pa fjet. Edhe unë ashtu njëjtë menoj, se shumica po këshyrin me kap veç për një natë, apo kupton. Edhe tash se për një natë nuk marrohet kështjella, ajo ke diet. Mundonë me kon sa ma konsistent, me tregtu çdo ditë, me pas fitime çdo ditë. Nëse tregton gjithë javën, fiton veç një ditë nëse fiton 4 ditë me hub prapë në fitim. Edin. Kjo nuk është se çdo tregtar në botë hub. Ato në veç ajo është e ditën. Ama dush me kanë ma shumë profit se sa me kanë humbje. Edhe nuk mundet me ba kërkosh për një natë tybe se është pak te me rana, edhin, ama
Për një natë është shumë e shtirë për fillestare. Me aborrar Për vetë. fillestare. Me aborrar vetë. Ka jo kom thon. Alde se çore, gjithmonë nxënësave thonë kurs nisja me 30 euro, nisja me 40 euro, pse se ti nëse je në gjendje 40 euro me bota 30 euro, kemë qenë në gjendje me 10.000 euro, 100.000 edhe 1 milion, çdo po fshin, kemë qenë në gjendje domethënë me 100% me dy fishuma shkota ma shep domethënë akontin. Por derisa ti 10 euro si në gjendje me menaxhu, s'kemë qenë në gjendje as miliard me menaxhu. Kjo është shumë e thjeshtë. Po normal, mas ne ka edhe emocione, e din se gjithkush kur hin me pak parë në fillim, nashta edhe tutët rëntu e përcjell telefonin non stop, po mas ne kur hin me shuma më të mëdha, faktikisht do të më dhon ai far doli prana, ai far paracetamol. Ja se pam se paracetamol savet për temperaturë. Ose me rast emocione emergjente. Komposa si rastën challenge. Komposa si rastën challenge, po nuk i konti në grupin e më herët ku i komposa. Kur rrit loti shumë. Ka po nxans domethënë që kanë përfunduar në emergjencë shkaku i lotit kur kena rrit ditën e 26-27. Po vallaj. Amo peati momenti e komunal se e kom pa që ju kom thonë, pa lidhje me thoni fjala, po ja joint me pi, ja me pi dia se pam se më duhet që s'ka shans, s'one përballojnë. Se pi lotit 1 lot, 10 lot, hajde shembull, me shku 400 lot, 300 lot, krimi i mendjes, krimi emocioneve këtë. Por çfarë arsye domethënë e kom ndërprej këto këtë. Pjesa e emocioneve, nuk është që s'ki me pas emocione na edhe mas 100 ditë tregtime, edhe mas 1000 ditë që kemi bë tregtar, po prapse duhet më mundu mi menaxhu. Se që s'ki me pas emocione, sa të që thojmë unë për vete, nashta edhe pak kohë, veç i po nani vjetë, po prapse kam emocione. S'ka të baj me lotën e vogël, lotën e madh, po ka të baj me emocionet që t'i jep vetë tregu, nëse veç e merr seriozisht, vetë tregu t'jap emocion. Kur të kthehesh edhe në këtë pjesën tjetër, edhe profiti, edhe analiza, kur të bën krejt, atë tana është emociona edhe më i madh është kur ta pash që është të shku, domethënë në vendin që ti e ke planifikuar, është emocioni edhe më i madh. Nashta derisa të shkon tek profeti, e sheh sigurt, nashta edhe ka kryej tek profitin, ke dal nashta edhe 2 orë më vonë se çaja që e ke planifikuar, domethënë i ki prapa ato emocionet që edhe në halo nuk të lën ajo ndjenja e kënaqësisë, nuk të lën me smunesh edhe me menaxhu, edhe nuk të lën me largu çato emocione që i ke pas nashta para 2 orë, atë që shpesh më ka ndodhur mua nashta edhe me 20 orë, domethënë nuk ajo pjesa që e ndjen veten që as teshat ndrop s'po të prekin, atë ndiqysh të dukot që dukan largu çat shumë që se ke pas emocione prej një tregut që prej një tregtimit që e ke bon, nashta 20 orë më herët, atë të kanë shku mend çatë gjatë gjithë kohës, eci analiza, shkoj analiza, lote mesatar nuk e as i madh as i vogël, profiti ke as i madh as i vogël, atë tana kur ti llogarit shkrejt këto diqysh me orë të shkon, atë nashta edhe vjen koha e gjumit edhe të merr gjumi se ke pas emocione të fuqishme por ata që e ke bon. Tana është edhe ajo ndjenja që ke marr nashta në shkollë që nuk e ke ditë kur më herët. E ke marrë në shkollë që se kishe menu kur që mundot me ndodhë që ajo do me thonë që të ka ndodhë sot. Puna emocione është edhe pak prej provojës, apo kupton se cili e kena pasë në fillim ato emocionet, kom hin tregtim, nuk po shkaj të dajt, s'po shkaj në market, s'po shkaj aty, po rrin shpe në kompjuter, apo kupton. Ama çdo sa kalohet me kohë, dhe faktikisht ti duhesh me besu në vetveten tonë mas pare, se është gjithçka mindset. Mas ne duhesh me besu në analizë tonë, në strategji tonë. Çfarë do kofta ajo? Jo që mos ka njëri besim vetveten s'ka kurrë. Kam marrë një ditë, a din që emocionet e tua kanë mu largu qatë shumë, sa që besa munësh me ime një trade edhe munësh me nalë me telefon me kejt me ikë më pushim një javë edhe kur të kthehesh prej pushimit ta ka kap take profitin sigurisht. Veç do të me kom besimi. Po besojnë vete, patjetër që besojnë vete, besojnë strategji, strategjia nuk diskutohet, besojnë analizën që e baj edhe nuk e kam atë frikën që nuk po shkon ose nuk po ec, po ato emocionet janë të pashmangshme se thash edhe më herët që Forexit jep emocion të madh. Sheh shifra që nashta veç kishe mujt më herët, veç kishe mujt me i shkruaj me kemek, po nuk e kishe llogarit që është diçka me vlerë në llogarin tona, vetëm. E kjo është ajo pjesa e emocionit që unë personalisht pak kam probleme me i menaxhu. Jo te kjo pjesa e analizave, te pjesa e vetë besimit, kjo absolut do më thonë jemi në rregull, po veç kjo pjesa kur ta pash që është ndodhur diçka e madhe edhe me ty. Normalisht. Titurim Miftari. Përshëndetje Bardh, përshëndetje. Tani më shkruaj të them, s'ma mund mëna që ishe ke çata më desha më të vërejmë shumë. I ki videot e kursit ton edhe jam të i shiku tabelën që e ke formu, pasha zotin jetë më ndryshu jetën 360 shkollë.
Unë s'kam shafoli për këta valla shko hiç. Welcome to the real world, man. Absolut. Tam tërënëm. S'kam shafoli valla shko, unë hiç ma mirë fol baftia. Unë s'kam merrem. Mos pe me, mos pret kur gjë. Fol pin zonë valla shko, këtë përgjigje mos poli se. Nëse kjo është skamer, unë jam demo. Po Asnjëra e vërtet nuk është. realiteti i krejt kësaj është që në të ndryshimi i jetës aja nashta nuk mundemi me marrë ndryshimin e jetës, se është aja periudha që njeri ka me ndryshu, po pjesa e strategjisë Black Banks edhe pjesa e dijes që e kemi marrë, shkollës Forexit që e kemi marrë, unë personalisht, për vete për flasë, dhe më thonë, është ndryshim i madh me ata që e kemi bo ma herët, për pjesë tjera, dhe më thonë, të punëve tona ditore që i kemi bo. Kjo është ajo pjesa më e fuqishme, pjesa që t'jep ndjenjë, t'jep emocione dhe ta jep atë vetbesimin që ata që e kemi mësu para pak vjetëve, para pak mujve ose me thonë një viti, dhe më thonë ajo është ndryshimi më i madh që mund të ndodhë të njëri. Dhe më thonë është një transformim për një kohë shumë të shkurt. Kuptohet, me punë, me vetbesim, me menaxhim të emocioneve, me pagjumësi, me punë të vazhdueshme e të pandalshme, arrin deri te ajo që thojmë na i ke ndryshu jetën, që është ndryshim i madh nashta edhe me krejt ata çka ka ndodhur më herët në jetën tonë ose me punën që ne e kemi bërë. Kallzon ti mu sa ke pas dështim. Dështim ashtu nuk është që e kam qef si fjalë, dështim. Dështimi vetëm u konë që e kemi marrë në fillimet tona, e kemi marrë pak hajgare, kemi menu që arrihet Forexi me 1 ose 2 orë në ditë, që do më thonë, ato janë dështimet e para që i kemi bo, tana dështimet tjera gjatë rrugës është, jemi munum ju për 7 tregut, one personalisht, jam munum ju për 7 tregut, jam ju për 7 qasoj që i kemi mësu prej Black Banks, po ju kemi për 7 veç pse neve, për shembull mu personalisht mu ka desh qashto, dhe më thoni kum qitë atë vijat e mija, atë analizat e mija, se mu ka desh qashtu, se unë kum pas qef nashta njënën prej ditëve, kum pas qef me kon profet pa tjetër, edhe i kum qitë atë vijat e mija, qysh mu ka desh, qysh janë kon, e tashti ajo është tana ai dështimi, që ajo është qaj dështimi që unë e quj, për ndryshe, dështim tjetër s'ka, përveç se përkushtimi duhet me qanë pa tjetër, si tjetë përkushtimi tana dështimi është minimal. Unë e Forexin e marrë si probabilitet, se 100% sigurt nuk e marrë, po siguria e ti është që çdo analizë që e ban, shkon tek profet, rëndësia është e vogël sa çfarë lloti ki, sa pepsian, sa profet je kon, është shumë e vogël, po e rëndësishme është që ata që pe ban biçat vija, do të thonë, ashta mas 1, 2, 3 orë ose nëse jenë long term mas 1 javë, jenë çat pikën që ti e ke planifikuar. Do të thonë ajo është kryesore. Ata këto tjera, këto dështimet e vogla janë pakujdesia, pagjumësia që mendojmë që jemi të bëu diçka, jemi të najt shumë para kompjuterit. Do të thonë që atëherë tana dështon se të bëhet tregu sikur i njëjtë, del sikur i njëjtë, se nuk e heton as vetë që nashta ke najt shumë para ti. Është kjo pjesa tjetër që kemi qef kanë herë me dështu me pikë qefit, edhe thash që thash edhe më herët që ja qesmi vijat veç pse neve na kon venana vëde. Po ato janë konë ashta në fillim e krejt që s'kemi mujt me perceptu fuqinë e Forexit mjaftu shumë, do më thonë i kemi qitë ato sanat që kemi plani, kemi thonë qështu po kam qef me shkuar edhe qashtu. Po për ndryshe kështu tash dështime masi e kemi bo një kohë, po janë ma të vogla edhe damen pe parashikojmë që dami kur të bëhet paktën le të jetë dam i vogël, mos jetë dam i madh. Nashta në fillimet tona kemi bë edhe trejdat që janë konë për llogarit tona nashta nuk kemi konë edhe të gatshëm për çatan që e kemi bë. Po me kalimin e kohës tana u kaletëm edhe erdhëm në atë pikën që nuk... Oto mos sill mendjen, valgjë më prej, oto mos sill mendjen nëse fjala. Mos e zbuloni ujin e nxehtë, ose guri para 500 vjetë që u zbulu. Se delin fjalët mia. Real.